të marrë një lopë të madhe. Gjinaf marrësh lopë madhe, pse vapa për vapa. Unë u thëshëm, se nejna 3 veta, atë 4-7 veta. Tamam, dhe dajni, dhe hini me hise, po me një lopë mund të hini. Po. Kam daj pak a shamdes. E ne, ato nuk i dishin çmimi si shkën? Tha, sa duhet, thash, po një lopë, një 3.000 euro i ban. Far lopë për kam pa jo, të elefant do në therish 3.000 euro. Sa bërbe, subhanallah. A biznisi halal? Në gjo është taj, në gjo. E në ato qyte 1.500 euro mi dhanë, a unë e kam gjithë lopën për 1.200. Kada pak, veç pak. Në qarë jam 300 euro. A bon ma kalëzesh se unë sëm të të kuptoj, te e ke gjithë lopën, sa e ke gjithë, sa va ke marë, gjike ba? Haj ka zoma pisefte, se te i veç nga traumë. O, gjo, unë o thash 3.000 euro kushtë një lopë. Pa ta mi dha 1.500, a unë lopën për 1.200 e kam gjithë. 300 euro në gjep, e në hisë i në neshte, te lopa, e në me shpi lopës, e në pare, e në kej. Shullon mund që ta marrësh atë lopën e në me veç. E prevarantin e nanës. Te donë e në ti kasirish ato, e në këndi lopën të abjesh, e në mishin të ashe, e në plus të shpajes donë t'i fejtish ato, për të aje donë se vapa, donë haram t'i fejtish ato të shpajes. Po s'dim ba të konjes këshim prej, po në bolt që i kom zit pak te t'in. Te dilashen e të shpajes pa kurban.